Për punën, jemi mundu me diskutu paka shumë edhe me relaksu për mes disa letrave që i kemi atu. Janë disa pytje që ndështa lidhen pak me punën, edhe të shuhim se qysh ndështa ju përgjigjim. I morim gjitha nga pak, edhe e lexojmë pytjen edhe pasaj përgjigjemi. Ku po menon me vështirë mu menagju burat apo gratë? Në punë. Gjatë punës me ta, do me thonë që e keti. Unë si avokate shumë letë funksionoj me bura. Disi i bina ma shkurt, edhe mirë mi vesh ma letë, do me thonë, për shkak se gratë kërkojnë disa finesa që për mu jenë të mundimshme. Sa që në atë pikë, sa që shpesh herë ju thëmë, edhe pse, aty ku mire me qështje familjare, mu i me thonë 95% i kom gratë që vinë edhe të rokosin zyren time. Mirë po fillojnë nga rrëfimet, sidomos kur kena të çështja e ndarjes, e shkurërzimit. Fillojnë nga rrëfimet, harrojnë që nuk jem psikologe, unë jem avokate, unë i kom pyetjet e mia, e kom orientimin tam, çka po du me pyet, sa që kanë herë ndodh edhe ju them, a po dëni unë juve mi ju bo avokata, çka po dëni? Unë e pedi se vetaj rrëfimi që aty një ka grumbullu, që nështë nuk kanë mujt deri a dit me shpri dikon, për shkak se ato si t'hinë, unë ju thëmë mas pari, unë nuk jem familja jue, se familja subjektive. Unë jem një avokate cila profesionalisht ju tregoj që në rast të zgjidhjes të martesës, të çështja besimit fëmijëve, të kontakti, të kujdesi, madje unë e këtë teren ja pastroj gjykatës krejnë zyrën time. Se vjen e mlefosën, thot, ajo është të martu, unë e kur si alo fëmin. I thëmë nëse thuti që çprejen kur, pra unë nuk mund t'jem avokatja jote, sepse ligjërisht i s'mund t'ja ndalosh bashkëshortit se ata fëmijë kiti me atë bashkëshort. Ose të burrat, sepse ende pa u da me gru, thot unë e kom me marrë grun tjetër, së mdel paga madje me marrë grun tjetër, sa që madje unë edhe humbi klientin edhe i thëmë mirë, ati kum lindu në ata fëmija i ke lind te, i obligim ligjor edhe pikë. Problem është me jam ngrit aty në vetë dijen ligjërisht që ka ndodhë. Vazhdojmë me tjetrën? Po, Dilara? Kom shumë raste që nuk e haraj. Qësh është pyetjat? Pyetja është, a ka ndonjë një rast që nuk e harroni kur dhe pse? Kom shumë raste, pa dosht mi aprek privatsin, po një rast me cilin unë kom qajt baraz ma të gru, edhe që kur së mjeket prej menve, nuk e di tash ku është, prej mendjes, nuk e di ku është ajo gru, ka qenë një rast kur një non aksidentalisht, cila non dëshiron, aksidentalisht e godet fëmin, dhe a i fëmi pas një ave vdes. Aksidentalisht.